Pietri dhe apostujt dëshmonin për ringjalljen e Jezusit me fuqi të madhe. Shumë njerëz morën hir me fjalët e apostujve dhe ndan pasurinë e tyre me njëri tjetrin, dhe nuk lakmonin asgjë. Disa njerëz shitën arat ose shtëpitë e tyre dhe u açuan paratë apostujve, dhe sipas nevojës u ndan me të varfrit. Midis tyre ishte Jozefi, një levit i lindur në Qipra. Apostujt e quajtën Barnaba, që do të thotë biri i ngushëllimit. Ai kishte një arë, e shiti dhe u asolli paratë apostujve për t'u shpërndar njerëzve. Një burrë që quhej Anania dhe gruaja e tij, Safira, shite një pjesë të pronës, për ata mbajtën një pjesë të parave. Dhe Anania mori vetëm një pjesë të parave dhe i gënjeu apostujt duke thënë se kjo ishte e gjitha. Por Pietri i tha: Anania, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash për vete një pjesë të çmimit të arës? Edhe para se të shesësh tokën, toka është e jotja dhe pasi ta shesësh, mund të bëj si të duash. Por pse të veprosh kaq i rrjedhshëm? Nuk na keni mashtruar ne, ti ke mashtruar Perëndin. Kur i dëgjoi këto fjalë, Anania ra për tokë dhe dha shpirt. Dhe shumë njerëz që dëgjuan këtë lajm u friksuan shumë. Atëherë u ngritën disa të rinj, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht, 3 orë ose më vonë, hyri dhe gruaja e tij, Safira, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Dhe Pietri i drejtoi fjalën, duke thënë: Më thuaj, a e shitet arën për kaq para? Ajo u përgjigj: Po, për aq. Atëherë Pietri i tha asaj: Pse u morët vesh ta tundoni frymën e Zotit? Ja të rinj që sapo kanë ardhur nga varrosja e burrit tuaj, janë duke qëndruar në derë, dhe ata do të mbartin jashtë edhe ty. Në atë moment, edhe gruaja e Ananias, Safira, ra në këmbët e Pietrit dhe dha shpirt. Dhe të rinjt hynë dhe i gjetën, e mbartën jashtë dhe e varrosën pranë burrit të saj. Kështu, e gjithë kisha kishte shumë njerëz që dëgjuan për këtë dhe ishin shumë të frikësuar.